Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa usalli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Me lenin Allahut, sonte do të flas për një temë e cila ka të bëjë me një moshë prej moshave njerëzore, me një periudhë prej periudhave kohore të njerëzit që është mosha e pleqërisë. Jeni në këtë dunjë kalon nëpër disa faza jetësore. Fillimisht fillon me periudhën e dobësisë, që është lindja e tij, dobësia e tij. Pastaj vjen e rinia edhe fuqia, e më pas përfundon pleqëria dhe dobësi. Gjitha këto faza realisht janë ligje Allahut azza wa jall që nuk ka mundësi që të ndryshohet. Sado që njeriu mundohet të ndryshojë, ato nuk ka mundësi të ndryshojë. Gjithë kemi patjetër që të kalojmë nëpër gjitha ato faza. Allah azza wa jall kur e përshkroi në Kur'an thot: Allahu alladhi khalaqakum min da'fin. Allahu juve me të vërtet ju krijoi fillimisht të dobët. Qëllimi është kur keni lind, periudha e lindjes suaj ka qenë periudha e dobësisë, për shkak se fëmijëria është periudha e dobësisë. Thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa. E pastaj pas periudhës së dobësisë, Allahu ju dha fuqi, e që është periudha e rinisë. Pastaj tha Allahu azza wa jall: thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fin wa shayba. E pastaj pas e rinisë, Allahu azza wa jall ju dha juve periudhën e pleqërisë, e që realisht është periudha e dobësisë. Allah azza wa jall thot dhe përfundon ajetin: yakhluqu ma yasha wa huwa al-alimul qadir. Allah krijon çka të doj. Allah është i gjithfuqishëm, Allah është i gjithdijshëm. Normalisht kjo periudha e pleqërisë është periudha ku Islami ka kushtuar rëndësi të veçantë. Periudhë ku Allah azza wa jall e ka trajtuar plakun me trajtim sa më të mirë. Pejgamberi sa në gjitha ato hadithet e tij dhe në gjitha veprimet e tij, Pejgamberi na ka mësuar se Islami e trajton të moshuarin ose plakun në formën sa më të mirë, me respekt, me nder, edhe poshtu me bujari, për shkak se ai ka nevojë për përkrahje, ka nevojë për ndihmë, edhe është periudha e dobësisë ku njeriu ka nevojë që dikën ta ketë për krah. Si pikë por me lenin Allahu azza wa jall është që do ta përmendë është se pejgamberi ka kërku mbrojtje nga periudha e pleqërisë, që është pleqëri e thellë. Pejgamberi në disa hadithe si është transmetuar, pejgamberi ka kërku mbrojtje nga pleqëria e thellë. Cila është ajo? Çka nuk kupton do thotë pleqëria e thellë? Pse pejgamberi të kërkoi mbrojtje te Allahu azza wa jall nga një periudhë e cila njeriu do ta përjetojë? Ashtu do thotë pak e frikshme kur njeriu e merr e lexon këtë hadith, për shkak se gati secili prej neve do të arrijmë atë moshë. Pejgamberi tha: Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi. Thoshte: o Zot, unë kërkoj mbrojtje nga paaftësia, dhe kërkoj mbrojtje nga dembelia, dhe kërkoj mbrojtje nga friga, dhe poshtu kërkoj mbrojtje nga pleqëria e thellë. Me një transmetim tjetër thoshte pejgamberi: o Zot, kërkoj mbrojtje te ti nga pleqëria e thellë, nga periudha kur njeriu është i kputur. Kjo periudhë është periudhë e dobësisë, ku njeriu do thotë zakonisht i arrin diku 70 ose 80 ose 90 vite. Periudhë ku trupi fillon që të dobësohet, mendja e tij fillon që të çrregullohet. Trupi fillon më që të bie edhe nuk qëndron. Fuqia e tij mendore, fuqia e tij trupore bie. Pamja e tij ndryshon, organet e tij ndryshojnë. Çdo send do të thotë tek ai dobësohet. Kjo periudhë është periudhë e rëndë. Edhe ka mundësi zakonisht në këtë periudhë që njeriu kur bie më nuk ka mundësi edhe për moçu, edhe ka mundësi me pas edhe probleme trupore, edhe shëndetësore, edhe do thotë i vështirësohet gjendja e tij. Ka prej tyre që e humbin edhe mendjen e tyre, edhe nuk e dinë se ku janë, as nuk e dinë se çka flasin, as nuk e dinë se çka veprojnë, edhe dalin prej shtëpive tyre, edhe njerëzit nuk e dinë se kush është, edhe njerëzit e kërkojnë. Është periudhë e rëndë. Është periudhë do thotë që ai i cili e përjeton ose atë që e godet, me të vërtetë është periudhë e rëndë. E pejgamberi kërkonte mbrojtje nga kjo periudhë. Periudhë e cila është periudhë e pleqërisë së thellë, ku njeriu do thotë atë gjendje është i kputur, është i lodhur, edhe zakonisht ata persona paksojnë për ibadeteve për shkak se nuk kanë mundësi për të vepruar, ose kanë mundësi edhe fare mos veprojnë shkaku i çrregullimit mendor që e kanë, edhe nuk kanë vetdije qartë, do thotë se çka veprojnë edhe si punojnë. E pejgamberi i kushtonte racit veçantë do thotë këtyre personave. Jo vetëm se këtyre, gjithë atyre që ishin dopt,
gratë e veja, fëmijët, po edhe do thot plesht. Në veçanti do thot kjo periudhë e cila është periudha e pleqërisë së thellë. Përmes asem, siç transmeton njëri prej sahabëve, thotë që erdhi një arabi, një beduin, edhe e pyeti përmes asem, i tha ja Rasulullah, cili prej njerëzve është më i miri? Përmes asem tha mentale umruhu wa hasan amaluhu. Tha person më i mirë është personi i cili ka jetë të gjatë dhe vepra e tij është e mirë. Edhe i tha ja Rasulullah, po cili njeri është më i keq? Njeriu më i keq është ai i cili ka jetë gjatësi, po vepra e tij është e keqe. Këta persona që jetojnë do thotë jetë gjatë, a nuk kupton që janë persona të këqij? Jo. Qëllimi përmes asem këtë hadith, qëllimi është se pjesën e parë përmes asem i ka premtuar atij, i cili ka jetë gjatë. Nëse punon vepra të mira, me lenë Allah përfundimi i tij do të jetë i mirë. Dhe përfundimi i veprave të tij të mira aludon se edhe periudha e jetës tij ka qenë e mirë. Edhe pse jeton gjatë, po shef që veprat e tij janë të mira, kjo nuk kupton që ky person me të vërtet pas ka punuar mirë dhe përfundimi i tij shpresohet me qenë i mirë. Kur e shef një njeri i cili është moshë thyer, do thotë i ka diku 80 vite, 90 vite, po vepra e tij shkon veç tu keqsu, atëherë dihet që përfundimi i tij pikpyetja se si do të jetë. Edhe ky person është personi më i keq, për shkak se ky veç me një këmbë është në varr. Edhe megjithatë nuk e përmirëson veprën e tij. Krahasim me personin i cili jeton edhe e kupton edhe vetëdijsohet edhe di se ti afër je më vdekjes. Atëherë çka bën? E ndryshon, do thotë, e ndryshon veprën tënde, e ndryshon punën tënde. E personi më i mirë është ai person i cili jeton gjatë, po vepra e tij përmirësohet. Vepra e tij është më e mirë krahasim me personin i cili është i keq në mes të njerëzve, më i keqi, ku ka jetë gjatësi, po dhe vepra e tij është e shëmtuar edhe është e keqe. Thon disa prej dietarëve, Imam Etivi, thoshte do thotë që koha e njeriu realisht është kapitali i tij. Njerëzit, ata biznesmenët që kanë kapital dhe kanë pasurinë e tyre, ata kanë kapitalin e tyre, me çfarë kapitali ata fillojnë edhe punojnë. Sa më shumë që shtohet kapitali, aq më tepër shtohet edhe biznesi, shtohet edhe fitimi. E njëjta është te njeriu. Njeriu nëse ka kapital të mirë, ka bagazh me vete, veprave të mira, shpresohet me lenë Allahut që tregtia e tij të jetë e mirë. Tregtia e tij është ai tregtia e cila ndodh gjatë jetës tij. E kur të vijë fundi, ai me gjithat kapitalin e tij punon, angazhohet, edhe sa më shumë përfiton edhe shpresohet me lenë Allahut, edhe shpëtimi i tij. E pyetëm përmes asem, për cilin njeri do thotë është më i miri, disa transmetime të tjera, përmes asem tha nuk ka njeri më të mirë te Allahu xhel. Nuk ka njeri më të mirë. Nuk ka njeri më të mirë për sa i përket do thotë veprave të tij, që i shumëfishon, i shtohet, se sa një besimtar që Allahu xhel i jep jetë gjatësi, po jetë gjatësia e tij është në Islam, edhe me atë jetë gjatësi të tij e përdor për tesbih, me falendëru, me lartësu Allahun, me madhështu Allahun edhe mi bë tehlil Allahut azza xhel. Do thotë një person i cili jeton gjatë edhe punon gjatë, ai normalisht edhe më shumë do të angazhohet në ibadet, edhe më shumë do të angazhohet në leximin e Kuranit, edhe në faljen e namazit, edhe agjërimin e tij, gjitha veprat e tij. E ky person padyshim që është më i mirë se sa ata persona të tjerë që kanë ndru jetë para tij. Po ashtu përmes me hadith tjetër tha khiyarukum atwalukum a'maran. Tha më të mirë të mesin tuaj janë ata që kanë jetë gjatësi dhe veprat e tyre i kanë të mira. Do thotë përmes asem këtë pjesë, pasi që kërkoi mbrojtje te Allahu xhel nga pleqëria e thellë, përmes asem nxiti që personat që kanë një jetë gjatësi të përmirësojnë veprat e tyre. Sa më shumë që përmirësohet vepra, ai person është më i mirë te Allahu xhel. Sa më shumë që i prishet vepra, shef plak 80 vite, 90 vite, po rakien e pi, e shef që shkon pazinos, e shef do thotë nuk i kalon veprat e këqija, veset e liga. Edhe pse e di që ditë për ditë sa më afër është vdekja e tij, për shkak se vitet e tij, mosha e tij është e tij. E ky person është personi më i keq në mesin e njerëzve. Përmes asem, pika e dytë, nxiti që të respektohen ata që janë më të moshuar, përmes asem nxiti umetin e tij që të respektohen, që të nderohen, edhe fisnikron ata të cilët janë më të vjetër. Përmes asem tha prej madhështimit të Allahut azza xhel është respektimi i të moshuarit. Do thot ai i cili thotë që unë e dua Allahun azza xhel, edhe e madhështoj Allahun azza xhel. Madhështia e tij që pretendon ai se e do Allahun dhe e madhështon shihet në respektin e atyre që janë më të moshuar. Prej madhështisë Allahut është respektimi i të moshuarit. Kjo është e para. E dyta është
respektimi i hafëzit Kur'anit i cili nuk e tepron edhe nuk është i pakujdesshëm. Nuk e tepron qëllimesh personi i cili është hafëz i Kur'anit, punon me librin e Allahut azza xal. Mirë, po nuk e tepron. Qëllimi i mos teprimit tonë ulemat është nuk e tepron angazhimin e tij, për të mundësive e tij, e ngarkon veten e tij. Dhe plus asaj, personi i cili mundohet që t'i nxjerrë shkronjat, harfet e Kur'anit edhe e ngarkon veten e tij, dhe duke u mundu sa më shumë me shtrëngu gabon. Këta persona zakonisht do thotë e shtrëngojnë. Edhe thotë pamësem, as nuk e tepron, po as nuk është i pakujdesshëm. Do thotë nuk e lejonësh. Përkundrazi, do thotë ajo është punëtor, nuk është që e braktis Kur'anin, nuk është do thotë që nuk e lexon Kur'anin, nuk është që nuk punon me Kur'anin. E thotë hafizi Kur'anit që i ka këto cilësi. Kush e respekton atë, kjo tregon që ai e madhështon Allahun në zemrën e tij. Dhe i treti është emiri ose udhëheci i cili është i drejtë. Kur respektohet udhëheci që është i drejtë, atëherë kjo tregon do thotë që ti ke madhështi në zemrën tënde. Pse mu lidh çështja e respektimit atij që është më plak me madhështimin e Allahut azza xal? Për shkak se plaku te Allahu azza xal ka shumë pozitë lart. Plaku te Allahu azza xal i moshuari ka pozitë lart te Allahu azza xal. Për shkak se ky person i cili është plak, edhe jeta e tij ka shkuar me Islam. 40 vite, 50 vite, 60 vite ka xhiru. 50-60 vite është fal. 50-60 vite e ka rujt veten e tij nga harami, ka rujt gjymtyrët e tij. Është mundu në vazhdimësi ta kënaqë Zotin e tij. E pozita e tij është pozitë e lartë. E Allahu azza xal atë person që e respekton një till, Allahu azza xal e do. Dhe kjo tregon që personi që e respekton një plak, një të më shumë, e do Zotin e tij. Për shkak se ai ka kaluar një periudhë qotë, të vështirë, gjitha në Islam. E ky është ai respekti që Allahu azza xal ja ka dhënë atij që është më i shumë. Të respektohet, nderohet, edhe po ashtu do thot tjetë ai i cili do thot fisnikrohet, edhe çdo herë njeriu ka do thot qëndrim të mirë ndaj tij. Çdo herë kur muslimani e respekton, edhe e nderon, edhe e përkra, edhe e ndihmon, realisht kjo tregon do thot mëshirën e njeriu që e ka në zemrën e tij për një i cili është më i shumë. Pejgamberi sa më tha lejse minna men lem yerham sagirana wa yuwaqqir kabirana. Nuk është prej neve ai i cili nuk e respekton ose nuk e mëshiron të voglin, edhe nuk e nderon të vjetrin. Po ashtu tha Pejgamberi sa kush nuk i mëshiron të veçlit ton dhe nuk ja di hakun pleqve ton, nuk është prej neve. Nuk është prej neve, nuk është qëllimi, nuk është prej muslimanëve. Ai është prej muslimanëve. Po qëllimi është që ky person nuk është në udhëzimin e Pejgamberit sa nuk është në atë rrugë që Pejgamberi ka nxit, nuk është në sunetin e tij, nuk është në traditën e tij, nuk është në moralin e tij, nuk është në sjelljen e tij, për shkak se siç thash Islami i ka kushtuar rëndësi të veçantë plakut, e kundërta asaj, poshtrimi, përbuzja, nënçmimi, mos respektimi atij që është më plak, më i vjetër, kallzon do thotë që ti ke problem zemër, edhe imani jot do thotë është i dobët. Pika e tretë, sahabët radhiyallahu anhum, ata e kuptoni mirë mesazhin e Pejgamberit sa edhe punon me këtë hadith. Abdullah Rali Shomeri radhiyallahu anhu ka qenë person i cili është kujdes tepër për personat që kanë qenë më të vjetër. Thot Talha ibn Ubaydillah, i cili ka qenë sahabi, po e ka pasi shembull Omerin. E ka përcjell çdo vepër ti çfarë po vepron. Ta shohë çka po bën edhe ai të punojë. Në një prej rasteve Talha thot që e përcjella Omerin natën, ishte natë e errët. Atëherë s'ka pas drita normalisht. E ka përcjell Omerin se ku po shkon. Omeri hyri me një shtëpi, që ndroi pak edhe doli prej asaj shtëpie. Pasi që ka dol Omeri prej asaj shtëpie, ka hyrë Talha brenda. Kur ka hyrë ka gjetë një plakë e cila ka qenë e palëvizshme, e verbër, edhe ka qenë e moshuar, e thyer në pleqëri. Edhe e pyet, i thot, çka bën ky njeri te ti? I thot, ky njeri vjen shpesh këtu, më viziton. Edhe çdo herë kur vjen, sjell diçka, ushqimet, nevojat që i ka pasën, edhe e ka largu prej asaj atë papastërti ose ato gjërat që ka pas nevojë për mu largu prej dhomës ose prej shtëpisë asaj. E Talha e cek këtë për shkak se këtë vepër Omeri nuk e ka bo haptazi. E ka bo shfshehur aty. Kjo gru nuk e ka po Omeri, nuk e ka ditë se kush është.
për shkak se ka qenë e verbër. Mirë po ka pas nevojë për përkrahje, ka pas nevojë për ndihmë. E Homeri e ka ditë mirë. E ka ditë mirë kush është kjo grua, realisht do thotë nevojën e saj edhe ka shkuar e ka vizituar. Nuk është pengesë për një musliman i cili e di një rast tillë. Me shku një grua se cila ka nevojë tillë, e cila është plak, edhe me shku do thotë me ndihmu, edhe me përkrah ose do thotë mja kry do thotë nevojët e saj ajo çka i ka. Sahabët radhiyallahu anhum do thotë e kanë kuptuar mirë këtë bat kuptim të hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për shkak se me thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ose me kuptuar hadithin qartë, nuk është prej neve ai i cili nuk e mëshiron të voglin, edhe nuk e hakun të madhit, do thotë që ti nuk je në rrugën e drejtë. Pavarësisht pretendimeve tua, ti që i thua, ama realisht sjellja jote morale jo dëshmojnë diçka tjetër. Sot ne gjithë jemi dëshmitar që kemi krizë në raportin e kujdesit ndaj pleqëve tonë. Pleqët tonë përpara kanë qenë krahu jonë, shtylla jonë, shtëpia jonë. Pa ta nuk ka pas as pushtet, nuk ka pas as shundim shtëpi, nuk ka pas as për kujdesje ose thjesht ka pas hierarki. Tash plaku është personi i cili thjesht figurë, ndoshta edhe ndonjëherë edhe tepric. Shpeshherë trit ton, ne, fëmijët e ton, i llogarisin prindërit ton, po edhe neve, si tepric nga një në shtëpi. Që kjo është realitet. Për shkak se thot ti po më pengon. Edhe normalisht për ta ti nuk ke vlerë, nuk ke peshë. Kështu Islami nuk na mëson. Asnjëherë nuk na ka mësuar. Pejgamberi sa këto raste dhe disa raste që do t'i përmendim më vonë, gjitha tregojnë do thot vlerën e plakut ose të moshurit që e ka në Islam. Dhe si duhet që njeriu ta trajtojë. Sot ne gjejmë do thot pleq që ankohen prej fëmijëve të tyre. Mos respektim. Samurët nuk e çon mjek, nuk kujdeset për ta, nuk ka mëshirë për ta, nuk ka dëmshmëri për ta, nuk ka butësi për ta. Thjesht am kujton, aja është i huaj, edhe pse aja është i cili është kujdes për fëmijën e tij, ai i cili është e ka eduku, ai i cili e ka paguajtur shkollimin e tij, çdo send që ka pas me jetën e tij, ai është kujdes. Po në fund mbetet do thotë i huaj. Ku duhet me çu tash? Plakun duhet me marr me çu me institucion, që çu do të shtëpi e pleqëve për shkak se atë që më mirë kujdesen. E po mirë, e vladi çka bën? Pse vladi mos kujdeset për prindin e vet? Kur prindi ai ka qenë i cili është kujdes për ty, edhe ti kur ke qenë i vogël, kur ke qenë i dopt, ai të ka marrë, ka pastru, ta ka hik nevojën e madhe, ta ka fshi nevojën e vogël, e të ka dhënë ushqim për me hongër, e ka bë sabër me ty kur ke gabu, e kur s'ke ditë me hec, e kur ke fillu për me fole, ke gabu, të ka mësu, ka bë sabër me ty në gjithë ato qëndrimet e tua, kreti ka bë apo. E po mirë, nëse tash baba jot ose nëna jote nuk po fol ka, e baba jote nëna jote tash nuk po di ka me hecën. Baba jote nëna jote tash kanë me pa lëvishëm, edhe ata do të kryjnë nevojën, do thotë në vetvete, a do thotë që ti nuk e ke bab, a do thotë që ti nuk e ke non, a do thotë kjo që ti dush me lonën, ata çashtu, edhe çashtu me jetu, jo. Përkundrazi, ne si musliman e kemi obligim kujdesin ndaj prindërve tonë. E ata shtëpitë e pleqëve që i kanë ndërtuar, normalisht ata janë shtëpi zori. Ka raste, ndoshta Allahu mos as provoft. Mirë po, megjithatë, edhe ata patolla askush nuk i kontrollon. Edhe askush do thotë nuk i merr. E ti dush me punu ta njëtën tash, me punu që nesër me pas një lloj buxheti për në tarmën që ajo shtëpi e pleqëve kujdeset për ty. Përndryshe nëse ti nuk ke ti mbetesh rrugës. E pse tash, nëse analizon mirë, pse shoqëritë tash nuk kanë fëmijë? Po si ka mundësi dikush me dëshiru me pas fëmijë kur thot fëmia im nesër do të bëhet armiku im? Pse me pas fëmijë? Për shkak se fëmia i bëhet nesër armik, ai nuk e respekton, as nuk kujdeset për ta, as nuk e mëshiron. Pse aturon me pas fëmijë? Pse? Vesh mu lull me ta? Vesh mu kujdes për ta gjatë rinisë ti, ai në fund më bë armiku im pleqëri? Kjo logjik ka ndikuar që njerëzit sot mos të kenë fëmijë. Numri atyre të cilët janë pleqë shumë më i madh se sa numri atyre të cilët sot lindin fëmijë ose të posa lindurve. E normalisht kjo shkakton kaos me një shoqëri. E tash kafsha shtëpiake bëhet fëmia i tij, edhe ka më shumë kujdes ndaj tij se sa ndaj një fëmijës, e që është fatkeqësisht është musibet shumë i madh dhe gradualisht ashtu e prek edhe shoqërinë tonë. Pejgamberi sa nxitonte që të shkojë deri atë që ishin më të moshuar, edhe nuk dëshironte që të shkojnë ata tek pejgamberi. Shkonte ai pari dhe dëshironte që t'i vizitojë. Pejgamberi ditën kur hyrin Mekë, e shiroi Mekën edhe hyrin Mesxhidil Haram, shkoi Ebu Bekri me babën e tij, Ebu Kuhafe. Ebu Kuhafe nuk ka qenë musliman në atë periudhë, ka qenë udhëtar.
Shikoni, Ebu Bekri ka qenë sahabi me vlerë shumë të lartë e pejgamberit. Se megjithatë baba i tij ka qenë i dhujtar. Asnjëherë nuk dihet diçka që e ka dëmtu Ebu Bekri babën e tij. Ai ka qenë i dhujtar, feja e tij. Ebu Bekri ka qenë musliman, feja e tij. Megjithatë e ka respektu prindin e tij. Krahasim me neve sot. Nëse ti e ke një babë i cili është i tillë, ose ke një babë që është realisht musliman, po nuk është i kapur për fe. Për fëmijën i cili ka fillu me islam ose i uzuari, baba i tij, prindi i tij bëhet armiku më i madh i tij, që është për çudi. Si ka mundësi baba më të bë armik, kur baba as nuk lëndon, as nuk dëmton, as kur gjë të respekton, e vlat. Megjithatë pse thotë jo, thotë se ky thotë nuk është kështu, nuk është kështu, tamam. Vjen koha dhe ti kemi shiju ata mos harro. Po bën pak sabër me lenin Allah se vjen edhe koha, edhe prindi jot ka mundësi për me ndryshu. Ebu Bekri e çon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur e shef pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i thot pse nuk e lave kët plak i cili është kët mosh? Pse nuk e lave te shtëpia? Unë kishte ardh. I tha ja Rasulullah, na jemi më meritor që të vimi te ti se sa ti me ardh deri te na. E pejgamberi e uli përpara, edhe ja fërkoi gjoksin atij dhe i tha eslim. Tha pranoj islamin. Edhe e pranoi Ebu Kuhafe islamin. Është çudi familja e Ebu Bekrit, se 4 breza janë sahabi. Është baba i tij, është Ebu Bekri gjenerata e dytë, Esma është vajza e Ebu Bekrit, edhe gjali i Esmas, Abdullah ibn Zuberi. Rall gjen 4 breza me një periudhë me qenë sahabi. Do thot baba, gjali, mbesa, stërnipi. Kështu i bie. 4 breza për më njëherë. Abdullah ka qenë gjali i Zuberit. Po Zuberi ka qenë i martuar me Esman. Esmaja ka qenë vajza e Ebu Bekrit. Ebu Bekri është gjali i Ebu Kuhafes. Këto 4 janë gjithë musliman, po edhe sahabi. Për shkak se kanë jetuar me pejgamberin, edhe e kanë pa pejgamberin, edhe i kanë besuar ashtu atij, edhe kanë vdekur në gjendje. Pejgamberi madje kishte raste kur bante shaka me ata që ishin më të vjetri, jo shaka në aspektin negativ, po shaka në aspektin pozitiv, kur e pyetja ai grua, e cila dëshironte ta dije se a do të hyjnë plakët në xhenet, pejgamberi i tha jo. E grua mërzit. Mirë, po pejgamberi nuk e gënjeu. Se është e vërtetë që plakët ose personat që shkajnë në xhenet, ose në xhenet realisht nuk ka pleq. Po mosha e banorëve të xhenetit është 33 vjeçar. E tash kur e pyeti ai u mërzit, kur i tha që s'ka u mërzit, e pejgamberi pastaj ja sqaroi, do thotë që nuk ka plaka në xhenet, por realisht do thotë mosha e tyre është mosh më e re. Thjesht pejgamberi ka qenë person i cili ka respektuar tejmase ata që kanë qenë më shumë se pejgamberi ose më shumë do thotë në moshë. Po ashtu pejgamberi dallohej me bucinë e tij që kishte për ata që ishin më të moshuar. Enesi tregon pejgamberi e pa një njeri që ishte plak. 2 fëmijët e tij e mbanin për krau se s'kishte mundësi për me hec. Ky person i cili hecte ishte nis për në haç, ta krye haxhin. Po ishte pas zotu që haxhin do ta krye jo i hipur në kafsh, po do të shkojë në kam. E normalisht për një person i cili është në moshën e tillë është e rënd. E kur e po pejgamberi se ata e mbanin do thotë 2 i kishte njërin gjallë njërin majt, edhe kratë e tij ishin do thotë mbi shpatullat e fëmijëve të vet, pejgamberi i thotë çfarë ka ky njeri? I tha një Rasulullah, ky është zotu që do ta kryejë haxhin duke hec. E pejgamberi i tha atij, Allahu nuk ka nevojë për torturën që ky ja bën vetes. Allahu nuk ka nevojë për torturën që ky ja bën vetes. Ky person realisht e ka torturuar veten e tij. Nuk ka pas nevojë që njeriu të zotohet për diçka që nuk ka mundësi për me realizu. E veçanti për një person i cili është plak. Se s'ka nevojë në çat gjendje do të personi me zotu me nisen që s'ka mundësi për me realizuar. Po ashtu pejgamberi erdhi një plak e pyeti për çështjen e natës kadrit. Se kur ka mundësi me qenë nata e kadrit se janë plak, edhe s'ka mundësi unë për me bëj ibadet 10 çën e fundit për shkak se pleqëria ime është pengesë çdo natë unë të bëj ibadet. Pejgamberi kur ja tha këto fjalë, atëri i tha, shikoje tha pjesën e 7, ose do thot 7-ën që ka mbet. E disa prej dietarëve thonë që kjo është argument që është nata e 27. Disa prej tjerëve thanë jo,
qëllimi është 9:23. Për shkak se edhe 7 që kanë mbet, qëllimi është 9:23, edhe 7 do thotë plotësohen bëhen do thotë 29 ose 30, varet tash prej muajit se sa ditë do thotë i ka. Përmes se nuk i dëshpëronte ata që ishin më të vjetrin në moshë, përkundrazi atyre u jepte shpresë. Ne zakonisht kur kemi punë me dikë i cili është më i vjetër se na dhe periudha e xhailetit ti ka qenë e rënë, ka raste shpeshherë kur ata persona ne i dëshpërojmë. E dëshpërimi në atë periudha shumë i rëndë, se kur është njeriu më i ri apo ka shpresa se punon krahasim me personin i cili është plak, edhe nuk i kanë mbet shumë vite. Përmes asem e ka ditë mirë mentalitetin atij që është më i moshuar. Edhe përmes asem nuk e ka dëshpëruar një person i cili ka qenë më i vjetër se ai në moshë ose më i thyer në moshë, në përgjithësi. Erdhi një njeri te përmes asem, i cili mbahej për shkopin e tij, plak. Edhe i tha ja Rasulullah. Unë tha periudhën e xheretit kam bë vepra shumë të liga. Kam tratu, kam bë krime dhe gjunohe. A ka falje? A ka falje për mu? E çka i tha përmes asem, i tha jo për ty ti plak 80 vite ke tu me harame, kush ta fal ti, Allahu s'ta fal ti, e ti atë shumë ke punu keq, që s'ka mundësi për me ta fal dikush, e kështu. Çka i tha përmes asem? Tha, ti, a nuk dëshmon, a nuk e dëshmon shahadetin, la ilaha illallah? Tha po, e pa tha u kry. Ajo tha që ka ndodh e jo që në periudhën e xahiljetit, gjithë ato gjunoj që i ki ba, pa ajo është fshin. Ti me pranimin e islamit, edhe me zbatimin e urdhave të Allahut, ajo jo që më ka kalu. Ky njeri kur e dëgjoj për mes asem, filloi që të hece edhe thot Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah është më i madhi, Allah është më i madhi. Pse? Për shkak se zemra ati u zbut. E dikush me pasjen, sigur se na, në qatë pozit, problem kishte qenë se si do të trajtonim qatë person. Ne sot me persona kemi problem që kanë gjunoj, edhe janë disa vite në islam. Edhe trajtimi jonë për ta është trajtim gjithmonë në aspektin asoj pesimist. Nuk i japim as shpresë, as nuk i themi që të ketë mendim të mirë për Allahun. Jo, vazhdimsi vesh keq edhe ma keq. E normalisht, në kësi raste, të këta persona, ka nevoj për personit ketë mendim të mirë për Allahun azza wa jall. Jepi mendim të mirë, edhe thuj që ti ke punu, edhe ti e pendu, që realisht një person i cili është penduar edhe i cili ju ka kthy Allahut nuk është njeri i keq. Edhe pse historia e tij, bagazhi i tij ka qenë i keq, po njerëzit ndryshojnë, njerëzit përmirësohen, askush nuk garanton se si ka me qenë fundi jon. E andaj kur jep shpresë, atëherë normalisht që zemra e tij zbutet edhe shpresa e tij rritet, edhe mendimi i mirë për Allahun azza wa jall përmirësohet. Përmes se tregonte për pasojat e zullumit që i bëhet atyre të cilët janë më të moshuar, përmes se masjeronte sabëve. Se nëse i bëhet zullum, nëse nuk respektohen ata që janë më të moshuar, do ketë pasoja të rënda në shoqëri. E ato pasoja të rënda janë me të vërtet, janë pasoja të rënda dhe Allahu subhanahu wa taala nuk e mëshiron një popull i cili nuk e respekton të moshuarin e tyre. Nuk e respekton. Ne unë e përmenda më herët, para disa viteve kur ishte korona, ne dimi gjithë që një numër e atyre që kanë vdekur kanë qenë pleq. Saqë dyshoj se qëllimi është sa më shumë të vdesin pleq për shkak se janë barr e sigurimeve, barr e shtetit, barr e spitaleve, edhe sa më shumë të largohen për shkak se ata janë barr. E kur ti e shef barr një plak në familje ose në shoqëri, atëherë dije që është problem. E përmes asem kur u kthyn siç e përmend Xhabiri radhiyallahu anhu. Kur u kthyen prej Habeshe, prej Etiopis, pasi që kishin pas emigruar për disa vite, edhe erdhën edhe i pyeti përmes asem. Ju tha atyre, më tregoni çka keni pa, diçka më të çuditshme atje. Diçka që juve u ka marrë vëmendjen dhe ju kalon mbresa, edhe i tregun i thanë Rasulullah. Një ditë prej ditëve kemi qenë ulur. Edhe kemi pa një grua e cila ka qenë prej motrave nderit për shkak se Habeshe kanë qenë krishterë. Etiopia e sotme. Edhe sot e ma ditë ka krishterë. I ka thonë, ose i thanë, ja Rasulullah, kemi pa një grua e cila ka qenë për atyre motrave nderit. Me vete e ka pas një enë me ujë mbi kokën e saj. Që atëre s'ka pas normalisht enë qira ose për me mbajt, e zakonisht i ka mbajt mbi kokat e tyre.
Kur e ka mbajt enën, tha ka qenë duke ecë, në atë mosh, e thyer, në pleqëri, e dopt, e pafuqishme, edhe e ka mbajt ujin, tha vjen një djalosh i ri, edhe ai i ka qenë krishter, tha edhe shkon prej mbrapa i bie te shpatullat e saj në shpinë, edhe ajo rrëzohet për tokë dhe i bie dhe uji i saj. Kur rrëzohet, ajo dëmtohet, edhe lëndohet, edhe uji i derdhet. Pamje e shëmtu me shumë. E sahabët nuk kanë mujt me paramendu se mundet në kësaj soj me vepru. Për shkak se pejgamberi e ka edukuar ndryshe. Te sahabët, te muslimanët e parë, nuk ka pos mundësi një plak mos mu respektu. Për shkak se mos respektimi i tij ka aludu që personi ka problem në mejmonin e tij. E thot kur e kemi pa ashtu, që grua në gjendje të mirë, tha pasi që ra u kthy edhe i tha o ti tradhtar. Tha dije tha se kur ka me ardhur një ditë kur Allah ka me vendos kursin e tij. Edhe Allah ka mi bashku të partë edhe të fundit. Edhe pastaj kanë për me fol duart edhe këmbë me atë që kanë punu. E atëre ti ke me pa çështën time dhe çështën tënde para Allahut e ja tërheqi vërejqen për ditën e kiametit. Kur i than kështu pejgamberi tha sadakat. Tha e ka thonë të vërtetën, pse ka qenë krishterë. Tha e si mendoni ju që Allahu do ta pastrojë dhe do ta mëshirojë një popull që ata nuk i ndihmojnë të dobtëve të tyre. Si ka mundësi Allahu me pastru edhe me mbrojt, me mëshiru një popull, kur në mesin atyre popojve, i dobti shtypet, i bëhet zullum, edhe ai cili ka fuqi nuk e largon dëmin prej atyre, edhe nuk i mbron ata të cilët janë pafuqishëm, edhe janë dopt. E në këtë rast pejgamberi qartë ka bën me dije. Nëse me një shoqëri nuk respektohet plaku, nuk përkrahet, nuk ndihmohet, nuk kujdeset për ta, edhe lihet që t'i bëhet zullum, dije se ajo shoqëri nuk ka bereqet. Edhe zatën kjo neve po na përshin, edhe ne po e shohim realitetin ton, shoqëritë tona përpara ka pas bereqet, nashta s'ka pas shumë pasuri, nashta s'ka pas shumë dituri. Mirë po megjithatë ka pas respekt, këtë e kanë ditë. E ka ditë cili është plaku, edhe cili është i rivi. Çka do thot i moshuari dhe çka do thot e drejta e tij. Pejgamberi porositi që gjatë betejave, gjatë luftrave mos të vritet ai personi i cili është plak. Kjo është rregull i luftës. Pejgamberi mesin aty rregullave që i porositi sahabët tha mos vritni persona që janë pleq. Mos vritni persona që janë pleq. Kjo është Islami. Nuk vriten as fëmijët, nuk vriten as pleqt, as nuk masakrohen. Ka rregulla. Vetëm nëse personi ka qenë do thot ushtarak e nuk ka qenë do thot civil. Po ashtu, pejgamberi i jepte përparësi çdo atij që ishte më i vjetër. Pejgamberi i jepte përparësi atyre që ishin më të vjetrin në mosh, kur ishte pyetja biseda, ose kur ishte pyetja do thot muhabeti me një mezhlis. Ai i cili ka pas përparësi ka qenë çdo i vjetri. Ndodhi një vrasje edhe shkuan i birit vrarit edhe dy persona te pejgamberi. Abdurrahman ibn Sahal, baba i tij Abdullah u vra, e shkoi ai bashkë me Muhayyisan edhe Huwaysan. Ishin dy bijt e Mesudit. Shkuan te pejgamberi. Edhe i pari i cili shkoi për me fol me pejgamberin ishte Abdurrahman. Pejgamberi tha, cili është më i moshuari për juve? Ai ishte më i rivi. I tha i këto qertë janë, atëherë tha kebir. Fillo prej atij që është më i vjetër, jo më i rivi. Mezhlis fol kush ai i cili është më i vjetër. Pejgamberi i jepte përparësi të moshuarve kur ishte në pyetja dhënja. E transmetoni Ibn Omeri se pejgamberi e ka tregu një ëndër që e ka pa dhe ka thonë që e pash në ëndër se po e përdorja misfakun, edhe erdhën ndërkohë dy burra kanë qenë do thot nëndër i ka pa pejgamberi, edhe njëri ka qenë më i vjetër se sa tjetri. Edhe tha i adhash misfakun, atë që ka pa nëndër, i adhash atij që është më i ri. Edhe më tha jo, e pi atij që është më i vjetër. Edhe tha i adhash atij që është më i vjetër. Kjo ka qenë ëndër. Mirë po, edhe nëndër pejgamberi me ka tregu ëndër, normalisht ëndër pejgamberi është hak.
Edhe po ashtu pejgamberi i ka dhënë përparësi dhënjes ujit, kur i ka dhënë dikujt ujë, i ka dhënë çdo herë atij që është ma plak. Pejgamberi kur jepte ujë dikujt ose kur jepni një qert i porosiste thoshte filloni me atë i cili është më i vjetër. Po ashtu pejgamberi kur ishte në pyetje Imam Llaki, do thotë kush del imam, kush del në ju prin njerëzve do thotë namaz, esenca është kush është më i ditur në librin e Allahut. Nëse janë barabartë, atëherë kush është më i ditur në sunet. Nëse janë barabartë, atëherë kush është më i vjetri me hijret, me emigrim. E nëse krejt kanë qenë barabartë, atëherë ka thonë pejgamberi cili është më i vjetri pe aty në moshë. Cili është ai? Nëse janë barabartë, shembull dy janë hafëzllar, edhe dy e njohin mirë sunetin, edhe dy kanë emigruar bashk, gjitha cilësitë kanë bashk. Veç njëri është më i ri, tjetri më i vjetër jepet përparësi atij që është më plak, jo atij që është më i ri. Po ashtu pejgamberi i jepte përparësi të vjetrit edhe në selam. Edhe thoshte pejgamberi i vogli i jep selam të madhit, do thotë ai i cili fillon me selam nuk është plaku, po është i rivi. I rivi i jep selam atij që është më i vjetër. E përshëndet do thotë me selam. E thot Ibn Batali, ndër fjalë do thotë që i përmend, thotë kjo nuk vlen vetëm se te misfaku, vetëm se te ngrënjet e pila, kjo vlen çdo aspekt. Kjo vlen do thotë çdo çështje që ka të bëjë do thotë kur është pyetje i riu dhe plaku. Edhe çështjen e ecjes. Nëse janë dy që ecin, edhe njëri është plak, njëri është më i ri, nuk mundet mu paramendoj i riu me dal do thotë plakut përpara. Po çdo herë del ai i cili është më i vjetër, por shkak se kjo është për respektit. Normalisht këto janë etika, këto janë rregulla. Nuk është patjetër nuk është fars, mirë po nëse respektohet kjo tregon do thotë që respektohet edhe thjesht rregulli ose do thotë edukata islame. Nëse janë tulur krejt me një vend, atëherë do thotë kujt i jepet përparësi, normalisht në esencë i jepet përparësi plakut. Po nëse ndodh që ata më janë ul, edhe janë rendi do thotë është bë do thotë njëran janë radhit, atëherë jepet përparësi do thotë atij që është në të gjatën. Pavarësisht a është më i ri apo është më i vjetër. Nëse janë kom, edhe ende do thotë nuk ka radhiqe, atëherë jepet përparësi çdo herë plakut ose ai i cili është më i moshuar që të ulet do thotë në atë vend. Ka ardhur me një transmetim që thuhet se kanë qenë ulur edhe tri dhe pleq, por nuk ka pas do thotë radhiqe. Kanë qenë nonën e gjatë e ka pas një tri, pejgamberi nonën e majt e ka pas pleqt. Edhe pejgamberi e ka pas një enë, ka pi ujë, edhe pastaj ka dosh mi dhon ujë qerve. Çka ka bëu pejgamberi? E ka pyet këtë rivin, i ka thonë, a më jep leje që të jap të filloj me pleqt? A më jep leje që të filloj me pleqt? I ka thonë jo. Thuaj që kjo ka qenë Abdullah ibn Abbasi. Ka thonë jo, pse? Për shkak se ka dashur të pije prej enës i pari që ka pi fillimisht pejgamberi. Shoku i bereqetit. Edhe në këtë rast e ka pas drejt. Për shkak se ai, nëse është rregulli, do thotë që pas janë ul, shfillot kana gjatë ai ka qenë më i rivi. Po tash rregull është rregull, e mos thrit rregulli, edukat. Ka fillu, e ka pyet pejgamberin, i ka thonë, a më jep leje? Ka thonë jo. Edhe pejgamberi i ka thonë merre do thotë edhe pije dhe ka fillu ai pari me pi për shkak se nuk ka dashur dikush të pije përpara tina me një enë që ka pi pejgamberi. E do thotë ky është Islami. Islami e trajton plakun si mbret. Ati i cili është i moshuar, për shkak se ai e meriton. Edhe Islami e respekton, e nderon, e fisnikron, edhe na urdhëron që të kujdesemi për ta, ti respektojmë ata, kur kanë nevojë për ta, ti ngushtojmë, edhe tregojmë dëshmëri, mëshirë, butësi, e jo ashpërsi, e jo vrasësi, e jo sjellje të keqe ndaj tyre. Elush Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall na mëshiroj pleshtet tonë dhe lutem Allahun azza wa jall që të na bëjë prej atyre të cilat i mëshirojmë edhe sillemi mirë me ta, lutem Allahun që të na vëdëson edhe edukatën tonë Allahu ta përmirëson dhe lutem Allahun azza wa jall që çdo plak ose çdo i moshuar mesin ton ose edhe atyre që janë njerëzta mesin ton ose pleshtë umetit ton Allahu azza wa jall të i fal, të i mëshiron, edhe Allahu azza wa jall të i forcon deri në frymën e fundit. Wa qul qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.